pro vlerave, ku ngrihen dhe bashkohen vlerat. Fjala dhe dashuri përmban fjalën dashuri brenda dhe po ta shikojmë dashurinë në raportin njerëzor, ne kemi dashuri për fëmijët, për prindrit, për motrat, për vëllezërit, por edhe të afërmit. Dhe dashuria më e madhe është ajo e nënës, dhe nëna si nën ka dashuri dhe në të njëjtën kohë ka edhe sakrificë, sepse dashuria pa sakrificë nuk është dashuri. Kështu që dikush që mendon se do dikë dhe në vështirësinë e parë dorëzohet, do të thotë që nuk ka dashur në të vërtetë. Kështu që po ta shikojmë nga kjo pikpamje, mendoj se ne si popull mund të kalojmë në ekstreme kur bëhet fjalë për retorika ekstremiste, jemi shumë të flakët sidomos kur luan kombëtarja, por në praktik unë shikoj se ne kemi një mungesë të theksuar atë dashurie. Çfarë do thotë kjo në praktik? Në praktik do të thotë kur ti do dikë, nuk mundohesh t'i bësh keq atij personi, por kur kujdesesh për të. Dhe e para në pikpamjen e atë dheut, nëse unë e dua atë dheun, dua edhe qytetarët e tij, mundohem që të mos i bëj keq as atë dheut, as personave, bashkëdhetarëve të mi. Dhe kjo është që kur ecim rrugëve, konsumojmë një produkt, atë plerë mos ta marrim, edhe mos ta hedhim, sepse një plerë e hedhur nga 3 milion persona në ditë, vjen 3 milion plera diku. Dhe kjo është si të them, është një shuplak që ne i japim atë dheut. Kjo është, mora vetëm këtë rast nga më të njohurit, por do të thoja si i trajton njëri tjetrin. Për shembull në një institucion publik, të mos harrojmë sepse ne sot kemi një pozitë diku, dikush tjetër ka një pozitë diku tjetër, nëse ne trajtojmë motrat, vëllezërit, baballarët e dikujt në mënyrë arrogante, në mënyrë abuzive, abuzojmë me detyrën, ashtu do bëjë edhe dikush tjetër. Dhe sot për sot ne kemi 180.000 persona që punojnë në administratën publike. Sa persona përballen ditë për ditë me këta persona të administratës? Pak a shumë është i gjithë populli shqiptar. Dhe pak a shumë janë familjarët, po vetë familjarët e këtyre personave që punojnë në këto hallkat administratës, që përballen me këto probleme. Kështu që atë dhe dashuri nuk do të thotë thjesht të bëjmë flamurin me duar dhe të themi o sa mirë me qenë shqiptar, por atë dhe dashuri fillon me përkujdesjen ndaj të afërmve. Dhe të afërmit janë njerëzit, janë shqiptarët tanë. Kudo qoftë kjo, në një spital, një infermiere apo një doktor ku po shkon një moshuar që nuk ka as mundësinë financiare të paguajë. Kjo është në universitete, kur një do të thoja student shkon për të mësuar dhe nuk i jepet dijeja e duhur, do të thotë që fatkeqësisht ne krijojmë breza të paditur dhe të pashkolluar, në vend që dija të rritet dhe vendit përpara, vendi ecën mbrapa. Është shembull nga këto janë nga më të shumt. Dhe këto janë dhe arsyet kryesore që shqiptarët largohen, sepse ne në radhë të parë jemi të keq me njëri tjetrin. Nëse ne do të ishim më të dashur, më të mirë, më human, më njerëzor, njerëzit nuk do largoheshin. Dhe kjo e ka bazën tek vlerat. Është rëndësishme që sidomos drejtuesit politik të jenë njerëz me parime dhe vlera të larta morale, sepse ata janë shembulli i një shoqërie. Nëse koka, ne kemi shprehje shumë të bukur që thotë peshku qelbet nga koka, por nëse koka është e qelbur, çfarë mund të pritet pastaj nga hallkat e administratës që janë poshtë kokave? Eksakt. Prandaj është shumë e rëndësishme që kokat që drejtojnë vendin të jenë persona me standarde të larta morale dhe persona të vlerësuar nga të gjithë në shoqëri. Po, keni shumë të drejtë, Ervin, por
në vazhdim të idesë suaj, a mos jemi ne që kemi ikur nga vendi gjithashtu pjesë e problemit, sepse me ikjen ton, a mos do të thotë që kjo nuk është atë dhe dashuri? Kjo mund të shikohet në dy anë. Shqipëria domethënë është si ai smuri që ka psuar një hemoragji dhe dobësohet çdo ditë, por ka dhe fatin e mirë se këta njerëz tani që janë shkolluar, që janë edukuar dhe kanë marrë të tjera vlera, mundet që këto vlera të sjellin mbrapsht. Mbase duke ndetur në atë vend, dashje pa dashje, edhe ne mund të ishim përlyer dhe të ishim bërë pjesë po e asaj shoqërie. Domethënë, dashje pa dashje për arsye të mbijetesës, për të ruajtur bukën e fëmijëve, për të ruajtur një vend pune, do ishim detyruar që edhe ne ta ulnim kokën, ashtu siç janë detyruar shumë familje dhe persona të tjerë që janë në Shqipëri dhe që e bëjnë, domethënë, bëjnë ato që bëjnë nga e keqja sepse duan të mbijetojnë. Po, atëherë ju e shikoni diasporën domethënë si pjesa e shpëtuar e kombit në fakt, që mundet që të give back, domethënë të japi mbrapsht atë që në një farë kohe nuk e ka dhënë vendit, por është si një bank që vendi, kombi mundet që të marrë energji, apo jo? Është një bank që mund të investojë mbrapsht, por do të thotë që duke qenë se kjo pjesë e shoqërisë shqiptare ka jetuar në këto vende që kanë, do të thoja, të tjera standarde drejtuese, menaxhuese, ka parë dhe ka mësuar me mënyrën si jetojnë këto vende. Kështu që në jetën e përditshme ka parë edhe vlerat, ka parë edhe mënyrën se si shërbehet kur shkon në një sportel, ka parë edhe mënyrën se si shërbehet kur shkon në një spital. Kështu që është arritur, ka marrë këto shembuj, është arritur me këto shembuj dhe e shikon të pamundur të sillet në mënyrë tjetër. Kështu që nëse kjo pjesë kthehet në Shqipëri dhe implementon të njëjtat shembuj që ajo ka përjetuar edhe vetë, që fatmirësisht janë të ndryshëm nga shumica e rasteve që shikojmë në Shqipëri, nuk mundet veç që të sjellë një përmirësim në rritjen e standardeve si të punës, por edhe morale. Ne kërkojmë që t'i bashkojmë Bashkimit Evropian apo Komunitetit Evropian. Edhe Bashkimi Evropian i ka dhënë qeverisë, administratës shqiptare, disa rregulla dhe standarde. Pjesa jonë që jeton jashtë, jeton prej vitesh me këto standarde. Dhe siç e thash në fillim, unë kam jetuar më shumë jashtë Shqipërisë se sa brenda Shqipërisë. Dhe këto për ne janë bërë shprehi të përditshme, mënyra se si ti komunikon me tjetrin, mënyra se si ti i përgjigjesh tjetrit, mënyra se si ti e trajton tjetrin. Dhe nga një anë kur ne kthehemi në Shqipëri dhe shikojmë një tjetër mënyrë të sjelluri, ka një kontrast shumë të madh, pavarësisht se është vendi jon, por nga mënyra e të sjellurit na duket vetë sikur jemi të huaj, ose mbase na shikojnë që jemi edhe si të themun ne na konsiderojnë si të huaj. Komuniteti. Kush janë përquesit e vlerave sot për sot në komunitet, ose kush janë komunitetet më të mëdha në Shqipëri? Po janë komunitetet fetare. Merë komunitetin katolik, merë komunitetin musliman, merë komunitetin ortodoks, apo komunitetet e tjera. Po të shkosh të gjitha këto komunitetet, çfarë përçohet? Po përçohet dashuria për vendin, për të afërmin, përçohen vlerat, mos i bëj keq tjetrit, mos vidh, mos prit, mos shaj, mos mbaj në përgoj. Do të thënë këto janë vlera. Të gjitha këto komunitete me predikimet mundohen që të përçojnë vlerat në shoqëri dhe moralin në shoqëri. Po sot për sot,
sa nga këto komunitete fetare janë të përfaqësuara në vendimarrje, nuk do të them politik, por në vendimarrje, se dashje pa dashje, çdo komunitet duhet të ketë përfaqësuesin, çdo grupim duhet të ketë një përfaqësues. Kemi të gjitha këto komunitetet më të mëdha në Shqipëri, që përfaqësojnë pothuajse midis këtyre tre komuniteteve, mos themi 99% të popullit shqiptar. Sa nga këto komunitete kanë përfaqësues? Nuk kanë akses në politikë. Nuk kanë akses, po këto duhet të kenë akses, Eksakt. sepse këta janë ata që përçojnë vlerat, janë ata që përçojnë moralin, janë ata që ngren standardin shoqëror. Dhe dashje pa dashje, një njeri që beson në Zot, beson edhe që ka dikë sipër vetes, që nuk mundet unë, ti, apo dikush tjetër të sillet sipas qefit, sepse ne vetë kemi gjykatës, dhe njeriu që beson e di që ka një gjykatës, dhe mundohet që të ndjek disa standarde dhe rregulla morale, po që i vijnë nga ndërgjegjja, i vijnë nga besimi i vet, se njeriu besimtar nuk ka roje mbi kokë, ka Perëndin mbi kokë. Por personi që nuk ka Zot, që nuk ka Perëndi, që nuk ka fe, mund sillet edhe më keq se kafsha. Bën çdo gjë. Pse të parët tanë thoshin njeri pa Zot, i pa besë, i pa fe. Nuk ishte, do të thoja, fyrje më të madhe se ti thoje dikujt i pa besë dhe i pa fe. Sepse dikush që nuk ka besë dhe që nuk ka besim, të pret në besë. Ta jep fjalën sot, por nuk e mban nesër. Fjala për të nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Edhe e kemi parë në këto premtimet elektorale të partive që vinë në pushtet. Kështu që është e rëndësishme kur flasim për vlerat, familjen dhe komunitetin, që të përmenden edhe komunitetet fetare. Janë kryesore dhe për mua duhet të luajnë edhe një rol edhe më aktiv që këto standarde morale të cilat ato predikojnë të bëhen po ashtu edhe pjesë e politikës, të bëhen pjesë e vendimarrjes me njerëz që po ashtu vinë nga këto komunitete. Tani jemi në një periudhë, do të thoja, të shenjtë për të gjithë besimtarët. Është hera e parë në, do të thoja, përsëritet një herë në 33 vjet, ku si besimtarët katolik, besimtarët musliman, besimtarët ortodoks agjërojnë dhe kreshmojnë në të njëjtën kohë. Përse agjërojmë? Përse kreshmojmë? Po që të bëhemi njerëz më të mirë, njerëz më të përulur, njerëz më të dashur, që të paqët, miqësor, që t'i pëlqejmë Zotit, po dhe t'i pëlqejmë njëri tjetrit. Tani doja ta lidhja edhe me atë dhe dashurinë. Çfarë kuptimi kanë këto nëse ne e mbajmë? Unë jam besimtar katolik, unë jam besimtar ortodoks, unë jam besimtar musliman, shkoj në kish, shkoj në xhami, agjëroj, kreshmoj, dhe nga ana tjetër sillem keq me të afërmit, ose nga ana tjetër e vjedh të afërmin, ose nga ana tjetër korruptoj dikë, ose vjedh shtetin. Këto shkojnë kundra parimeve fetare. Kështu që është e rëndësishme që personat që drejtojnë shtetin të vinë po ashtu nga komunitete që kanë standarde të larta morale. Sepse këtu lind drejtësia. Lind drejtësia, lind respekti, dashuria ndaj tjetrit, dhe në radhë të parë duhet ekzistojë drejtësia. Duhet ekzistojë e vërteta, jo manipulimi, jo mashtrimi. Aty ku futet mashtrimi, gënjeshtra, manipulimi, aty lind edhe e liga. Edhe dim, e njohim historinë, aty ku fut mashtrimin në fillim, njeriu pa ra, aty erdhi dhe dekadenca. Provlerave, projekt mediatik nga Përparim Gjeka.